Përshëndetje grupi 2. Jemi me numrin e grupit të dytë. Unë I kam hedhur 3 letra. Dhe me sa shikoj letra e parë 9 shkopin, letra e dytë 7 shpatat, letra e tretë 2 shpatat. Gjithsesi në fillim po ju uroj dhe ju gëzuar ditën e verës, ju uroj në netarua kudo që t'jeni mbarësi. Përshëndes të gjithë personat që jetojnë në Angli për urimet e përzemërta që më kanë dërguar ditën e sotme. Është bllokuar komplet telefoni nga që marr mesazhe të shumta nga ju. Ju falenderoj të gjithëve, kudo që të jeni dhe ngado që të shkoni, u bëf Zoti vetëm dritë. Sjell të kjo ditë vetëm pranverë në jetën tuaj, jo vetëm sot, jo vetëm nesër, por për gjithmonë. Vazhdojmë me grupin 2. Nën shkopinjt më tregon që ti je duke qëndruar ende me mendimet e tua. Je duke bërë maturi, je duke bërë dhe me sa shikoj je shumë I qartë me gjërat e tua aktualisht dhe po zbulon disa probleme këto kohët e fundit që janë natyrshme, sepse secili ka problemet e veta, por me sa shikoj në këto problemet të gjithë secilit duhet të presësh një kostum në masat e tua dhe ta veshësh atë sepse je duke u marrë këto kohët e fundit, sidomos këtë 9 mujorin në fundit je duke u marrë me të njëjtat gjëra, me të njëjta probleme, je akoma aty në të njëjtin vend dhe mua nuk më pëlqen kjo. Nëse jeton një jetë me pasion, sepse jemi me shenjat e zjarrit, shikoj që ka të ngjarë të riteni nga ana personale, por me sa shikoj shumica nga ju lodheni shumë shpejt. Ke shumë versione, ushqeje veten dhe thuaj vetes tënde me një letër dhe shkruaj disa gjëra. Unë zgjodha të vizatoj diçka ose unë zgjodha të shkruaj diçka ose stilolapsin që e shikoj e ke përtypur me shkopinjt, okay? E ke përtypur me shkopinjt dhe të gjithë këto krijojnë një energji të re në jetën tënde. Me sa shikoj, ti mban diçka mbrapa shpatullave të tua dhe kjo lidhet thellë me ty si personazh, duke punuar shumë dhe duke lënë pas dore të shkuarën, shikoj që më ke ardhur me konflikte, më ke ardhur me gjëra që tek 9 shkopinj të krijojnë disa gjëra që je duke I mbajtur dhe duke jetuar gjithmonë këto probleme dhe je përsëri aty, domethënë. Ti je shumë e fortë, ose jeni të fortë me sakt, por duhet të bësh durim dhe pak për të ardhur fundi I një situate, sepse në çdo anë që të kalosh, unë tu shikoj shpatat e tua që je në konflikte, vazhdon të luftosh, vazhdon të shikosh gjërat më të rëndësishme të jetës tënde, por gjithmonë je aty, duke përballuar të njëjtat sfida, të njëjtat probleme, të njëjtat vështirësi. Çfarë do të bëje me të gjitha këto shpata që ti ke vjedhur nga diçka, sepse këtu më tregon që janë shpata të vjedhura, je duke I marrë nga diçka dhe nga një person apo diçka që ka ndodhur në jetën tënde dhe ke ikur I larguar me një lloj manipulimi. Ky person që I ka vjedhur ose ky person që I ka vjedhur këto shpata më tregon që është një person që po planifikon diçka djallëzore, diçka të keqe. Është I fshehur pas shpinës së shumë personave të tjerë dhe duke fshehur pas shpinëve të tjerëve, ai mbetet që të mos zbulohet. Me sa shikoj, pavarësisht gjërave, ky tregon që jeni ju ata që e shpëtoni gjithmonë këtë person. Ky person është shumë ashtrues, duke pasur dhe duke ditur natyrën e këtij personi, ju jeni gjithmonë duke vepruar, duke ndihmuar këtë person. Duhet të jesh I vetëdijshëm me metodat që do të bësh tani tutje dhe duhet të zgjedhësh problemet e tua. Është koha të zgjedhësh dhe të japësh përfundim çdo lloj problemi. A ja vlen të mbulosh një person të pandershëm? A ja vlen ta mbash këtë person në jetën tënde? A ja vlen ta mbash një person që luan gjithmonë viktimën dhe vjedh gjithë energjinë dhe bën komplot në kurrizin tënd? Me sa shikoj, ky person herë bëhesh ti ajdut, herë bëhet ai person që ti mund të kesh në jetën tënde ajdut, por me sa shikoj në këtë letër jeni persona që duhet të dilni në dritare dhe të shikoni që nuk është jeta ajo që po bëni. Okay? Ju ndoshta në këtë rast është koha të kujdesesh për sjelljet e këtij personi apo të vetë ju mund të jeni të tillë. Sepse është një sjellje shumë e keqe. Është një sjellje ajduti, do të thosha, manipuluesi. Dikush është
një person tjetër, unë nuk e di, është duke më saktë ti ai person që po i beson këtij personit të poshtër, të mashtroj vazhdimisht. Dhe këtu më vete të dy shpadat. Ke dy opsione. Të gjitha janë keq për ty. Të dyja shpatat këtë moment të shpihen në një udhë kryq. Shikoj që një grua këtu është shumë e qetë, mban në sy të lidhur, një moment mund ta kopuz atë litari nga sytë dhe të shikoj lirisht, lehtësisht, dhe të shikoj çfarë është duke parë. Ajo nga një anë duket e ngrirë për momentin, është e pavendosur, për të parë rrugën përpara, për të zgjedhur rrugën e saj të jetës. Dy shpatat më vjen tek ju për të bërë një zgjedhje, për të bërë çfarë ti nuk dëshiron të bësh këtë moment dhe nuk të pëlqen asnjë nga opsionet që po të jepen këto momente. Dy shpatat të tregojnë që lidhja e syve është një gjest i shëmtuar, një diçka e shëmtuar. Lidhja e syve të cilën kjo grua ka vënë me dëshirë, që mos shikoj ajdutin që ka përpara, mos shikoj manipulimet që ka përpara, mos shikoj gjërat që e simbolizojnë këtë person. Por është një metaforë e aftë nga ana juaj që është më mirë të mos shikoj, vetëm ta kem këtë person, këtë njeri. Duhet të shqyrtosh mirë opsionet e tua, sepse e ke një plan, e ke një vizion, duhet të kërkosh ndihmë. Dhe kjo, unë e di që s'do të pëlqej, por është e vetmja rrugdalje për të bërë këtë situatë të hecë përpara. Ndoshta ti po e mohon këtë gjë dhe je në gjendje të mendosh qartë me veten tënde, se ndoshta sinqerisht e di se cila është zgjedhja e dur me veten tënde gjithmonë, ose cila është zgjedhja që duhet të bëje prej kohësh. Por ke shumë kohë, mund të kesh mbi 9 muaj. Okej, mund të kesh mbi 9 muaj që e zvarit dhe është mjaft kohë kjo gjë. Një këshill, përballu me situatën, gjej objektivat që mundesh, shiko problemin që mund të kesh dhe largoje këtë person dhe injoroje këtë person. Sepse ai është një person që vetëm të vjedh dashurinë, të manipulon. Është një njeri që është materialist, se i pëlqejnë ajdutllëqet dhe bën gjunarçarin gjithmonë, qahet. Në të vërtetë, i ka të gjitha. Ju uroj dhe ju përqafoj të gjitha kudo që jeni.